Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm komenti i shkrimit të shenjtë. Jemi në datën 2 Korik, te Kishën Ortodokse në afron lexojmë nga letra e Apostullit Pavlit drejtuar Hebrejve, kapitulli 9, vargu 1 deri në vargun 7. Le ta lexojmë dhe ta interpretojmë sipas hetrave. Sigurisht para beslidhje kishte disa rregulla për shërbesin ynor dhe për shenjtëroren toksore, sepse u ndërtuar një tabernakull i parë në cilën ishte shandani, tryeza dhe bukët e paraqitjes. Ai quhet vendi i shenjtë. Pas velit të dytë ishte tabernakulli i quhet vendi shumë i shenjtë, shenjtëroria e shenjtërorëve, që përmbajte një tymtore prej ari dhe arkën e beslidhjes të mbuluar nga gjithë anët me ar, cili ishte një enë e artë me man, shkopi i Aronit që kishte mbuluar dhe rasat e beslidhjes. Dhe sipër saj ishin kerovimet e lavdis që bënin nije pajtuesit. Për këto ne nuk do të flasim me hollësi tani. Duke qenë vendosura kështu këto gjëra, prifërinjt hynin vazhdimisht në tabernakullin e parë për të kryer shërbesin ynor. Por në të dytin hynte vetëm kryeprifti, një herë në vit, jo pa gjatë, të cilën e afronte për veten e tij dhe për mëkatet e popullit të kryer nga padia. Pra, kjo është pjesa që lexojmë sot dhe sipas etrave të Kishës, Apostulli Pavli kërkon na thotë se adhurimi i beslidhjes së vjetër në tempull ishte një tip që u përmbush në personin e Jezu Krishtit. Por lexojmë vargjet dhe ti komentojmë sipas etrave. Lexojmë vargun e parë, sigurisht edhe para beslidhje kishte disa rregulla për shërbesin ynor dhe për shenjtëroren toksore. Shënjangu i artit thekson se Apostulli Pavli nuk e përçmon ligjin e dhjetës vjetër, as praktikat adhuruese. Ai pranon se ato ishin të vendosura nga Perëndia dhe ishte një adhurim i shenjtë. Megjithatë, ai adhurimi ishte toksor dhe i përkohshëm. Shën Agustini shton se ceremonitë nuk ishin qëllimin përfundimtar, por ishin shenja që përgatisin ardhin e Krishtit. Edhe ne nuk duhet ngatrojmë sot mjetin me qëllimin. Në kishën tonë ortodokse ne kemi shumë pasur adhurimin me rite dhe forma, por të gjitha këto nuk duhet mbeten qëllim në vetvete, por janë si mjetet që na çojnë tek qëllimi, në një marrëdhënie të gjallë me Perëndin Triadik, Atin me anë të Birit nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë. Dhe kjo realizohet nëpërmjet veprimit adhurues që ka Kisha Ortodokse, ritet dhe lutjet. Por le të flasim edhe për vargun e dytë, sepse u ndërtua një tabernakull i parë në cilën ishte shandani, tryeza dhe bukët e paraqitjes, ai quhej vendi i shenjtë. Përsëri këtu shikojmë disa veprime që bëheshin në tempullin, por edhe disa objekte. Ishte shandani që simbolizonte dritën ynore, po ishin dhe bukët e paraqitjes, 12 bukë pra 12 fiset e Izraelit, që tregonte kujdesin e vazhdueshëm të Perëndisë për popullin e Izraelit. Por të gjitha këto u gjejnë përmbushje në Krishtin. Sipas Shënqirilit, këto ishin figura ose tipe të Krishtit. Shandani, që mbante dritën, është tipi i Krishtit, sepse Krishti tha unë jam drita e botës. Bukët po ashtu janë tip të Krishtit, sepse ai tha unë jam buka e jetës. Edhe sot besimtari i Krishterë Ortodoks duhet jetojë në dritën e Krishtit dhe të ushqehet vazhdimisht me fjalën e Zotit që është bukë mendore, por edhe me kungatën ynore që është trupi dhe gjaku i Krishtit, ku buka dhe vera shndrohen në trup të gjakut të Krishtit për ndjesë mëkate dhe jetë përjetshme. Amin. Le të shikojmë vargun e tretë, ku na thuhet pas velit të dytë ishte tabernakulli i quajtur vendi shumë i shenjtë, shenjtëroria e shenjtërorëve. Pra, veli tregonte ndarjen midis Perëndisë dhe njerëzimit për shkak të mëkatit. Veli ishte një polur e endur. Kur Krishti vdiq, ne dim se veli i tempullit u ça më dysh për treguar se hyrja tek Perëndia tashmë është e hapur nëpërmjet veprës shpëtimtare të Krishtit në kryq. Shënjangu i artit thotë se ai vel simbolizonte trupin e Krishtit, përmes të cilës ne hym në praninë e Perëndisë. Ashtu si dhe Krishti tha që porta është trupi im. Por neve sot krishterë ortodoks nuk kemi nevojë të qëndrojmë larg Perëndisë, nuk kemi një vel që na ndan, por nëpërmjet Krishtit ne kemi një hyrje të lirë tek Ati. Këtë e shikojmë dhe në adhurimin tonë krishterë ortodoks në tempujt e krishterëve ortodoks, ku shikojmë që kemi vërtet një ndarje që quhet ikonostasi ndërmjet vendit më të shenjtë që ka Kisha, që quhet Ajdhima ose shenjtëroria e shenjtërorëve, dhe vendit
të shenjtë kur i populli ose laosi. Por kemi dhe derën e bukur që është e ndarë me anë të një veli. Ky vel shpeshherë hapet për treguar se ne kemi një hyrje të lirë tek Perëndia, por edhe priftërinë vijnë nga pjesa e brendshme e kishës, nga ajo dhima, duke mbajtur në duar misteret e shenjta dhe bekimet. Dhe kështu që populli takohet me Zotin dhe ky vel pra është hapur sepse këtë pengesë e hoqi një herë përgjithmonë Zoti Jezu Krisht me veprën e tij shpëtimtare në kryq. Po le të flasim dhe për vargun e 4, që përmbante një tymtore ose temjanis prej ari dhe arkën e beslidhjes të mbuluar nga gjithë anët me ar, në cilin ishte një enë e artë me man, shkopi i Aronit që kishte mbuluar dhe rasat e beslidhjes. Brenda arkës, që ishte e veshur me ar, që ishte arka e beslidhjes, siç edhe dëgjojmë, ishte mana. Mana ishte një ushqim që i jepi izraelitëve në shkëtir, që binte nga qielli. Ishte shkopi i Aronit i cili lulëzoi për treguar se Perëndia kishte zgjedhur Aronin që të kujdeset për shenjtëroren. Ishte edhe rasat e beslidhjes ku Zoti kishte shkruar me gishtin e tij në 2 rasa 10 porosit. Këto gjendeshin brenda arkës së beslidhjes. Po ashtu të gjitha këto janë tipet të Krishtit. Mana paraqet Krishtin si buka qellore, shkopi i Aronit sipas Shën Ambrozit ashtu si lulëzoi pa rrënjë, sepse ishte një shkop i thatë, por lulëzimi i shkopit të Aronit simbolizon ngjalljen dhe jetën që vjen nga Perëndia nëpërmjet ngjalljes së Krishtit. Rasat e ligjit, ligji i shkruar mbi gur në beslidhjen e re tani shkruhet në zemër nga fryma e shenjtë. Dhe këto rasa janë vetë Krishti që është biri dhe fjala e Perëndisë e mishëruar. Edhe sot, besimi nuk duhet jetë vetëm në njohuri të jashtme, ligji i Perëndisë duhet të bëhet pjesë e zemrës sonë, sepse Shpirti i Shenjtë e ka shkruar në zemrën tonë dhe ne e jetojmë fjalën e Zotit jo vetëm si një fjalë, por edhe në mënyrë jetese. Flasim edhe për vargun e 5. Në vargun e 5 lexojmë: edhe sipas asaj ishin kerubimet e lavdis që i bënin hije pajtuesit. Për këto ne do të flasim me udhësi tani. Tashmë Apostulli Pauli vazhdon na japi të gjithë çfarë ishte në arkën e beslidhjes. Arka e beslidhjes sipër saj kishte 2 kerubim të gdhëndur, pra që ishin si mbrojtës të arkës beslidhjes, ose quhet vendi i pajtimit të Zotit me popullin. Kerubimet shprehin praninë, lavdinë dhe shenjtërinë e Perëndisë. Pajtuesi ishte vendi ku spërkatej me gjak në ditën e shlyerjes. Ditën e shlyerjes së mëkateve, pra një herë në vit, kryeprifti hynte me gjakun e kafshëve dhe spërkaste pajtuesin duke afruar këtë gjak për ndjesën e mëkateve të tija dhe të popullit që ishin bërë nga padia. Shënjanku i artit thotë se ky ishte një simbol i mëshirës dhe do të zbulojë plotësisht në Krishtin në kryq, i cili derdhi gjakun në kryq për shtruar mëkatet e popullit, jo vetëm popullit izraelit, por të gjithë njerëzimit. Por shikojmë edhe diçka që duhet ndalojmë. Arka e beslidhjes kishte pajtues kerubim, pra angjëj të gdhëndur, të cilët shprehin pra prezencën e Perëndisë ose ruajtjen e angjëjve të shenjtërores. Pra këtu kemi një shembull të ikonografisë ose të relievit që përdor në kishën tonë ortodokse, pra të figurave. Që do të thotë se këtu ne nuk po bëjmë siç na keq interpretojnë ose na akuzojnë padrejtisht heretikët, sikur ne të krishterë ortodoks ku bëjmë ikonografi ose bëjmë imazhe të shenjtorëve ose të angjëjve, ne po bëjmë idhujtari. Atëherë, duhet ta akuzojmë neve Mojsiun se ai i urdhëruar nga Perëndia bëri këto angjëj të gdhëndur dhe vendosi mbi pajtuesin. Patjetër që ai nuk bëri idhujtari, ai bëri diçka që ja urdhëroi Zoti. Prandaj edhe ne të krishterët ne nuk bëjmë idhujtari kur kemi ikonografi në kishë, ose edhe statujat të cilat i kemi vetëm relief, nuk i kemi të rrumbullakta, sepse është diçka që ne nuk mund ta shikojmë Zotin nga pas, por do ta shikojmë vetëm përballë. Prandaj nuk kemi statuja të rrumbullakta në kishë, por kemi relief. Por të gjitha këto janë figura që na japin imazhin e Zotit të bërë njerit, pra Jezu Krishtit, të ylinces, të shenjtorëve dhe të angjëjve të cilët janë paraqitur
shpeshherë. Dhe ne këto statuja ose këto figura ikonografike nuk i adhurojmë, ne i nderojmë. Dhe këto janë imazhe të shenjta që na tregojnë prezencën e Perëndisë tek njerëzit për shenjtëruar edhe shikimin tonë. Prandaj, në këtë varg ne mund të komentojmë edhe të flasim kundër akuzës që na bëjnë heretikët, duke na thënë se ne të krishterë ortodoks jemi idhujtarë sepse bëjmë ikona ose edhe statuja, siç thash, në traditën ortodokse janë vetëm në formën e relievit dhe jo të rromullakta. Por duhet të flasim edhe si interpretojmë sot dhe këtë varg. Perëndia nuk është vetëm i drejtë, ai është dhe i mëshirshëm. Pra kryqi është vendi ku drejtësia dhe mëshira takohen, sepse aty Zoti Krisht përmbushi drejtsinë e Perëndisë, pra shpagoi mëkatet tona me gjakun e tij, por dhe tregoi dashurinë e Perëndisë për ne njerëzit, duke dhënë veten e tij si një fli pajtuese, ose si qingji i Perëndisë që shtyen mëkatet e botës. Pra aty në kryq tregohet e përmbushur dashuria e Perëndisë, por dhe drejtësia e tij, që kishte filluar të na shfaqej që në dhjetën e vjetër dhe sidomos në orendit që ishin në shenjtërore, sidomos te arka e beslidhjes. Le të flasim dhe për vargun e 6. Duke qenë të vendosura kështu këto gjëra, priftërinjt hynin vazhdimisht në tabernakullin e parë për të kryer shërbesën hynore. Pra, çdo ditë bëhej një shërbes hynore, priftërinjt kryenin vazhdimisht këtë shërbes, sepse flimet nuk e ishin plotësisht mëkatin. Pra duhej vazhdimisht të bëj oferta, sakrifica përpara Zotit. Shën Joan Gojarti thekson se përsëritja e vazhdueshme tregon papërsosmërinë e sistemit të dhjetës së vjetër. Interpretimi sot i këtij vargu është se veprat fetare nuk janë qëllim në vetvete, por qëllim që zemra të ndryshojë. Perëndia kërkon bindje dhe pendim të sinqertë sesa një ritual të ftohtë. Le të flasim dhe për vargun e 7, që është dhe vargu i fundit për sot, po në të dytën hynte vetëm kryeprifti një në vit, jo pa gjak, të cilën e afronte për veten e tij dhe për mëkatet e popullit të kryer nga padia. Pra, në tabernakullin e parë ose ndarën e parë hynin priftërinjt çdo ditë, por në atë të dytin, që ishte shenjtërore, siç edhe e lexojmë, hynte vetëm kryeprifti, që ishte i zgjedhur dhe ai hynte në këtë realitet shumë të shenjtë ku ishte dhe arka e beslidhjes. Kjo i referohet ditës së shlyerjes, kur vetë kryeprifti hynte në shenjtërore duke sjellë gjak për mëkatet e popullit. Shënqëriri interpreton se kjo është një figurë e Krishtit, e kryepriftit të madh, i cili hyri një herë përgjithmonë në shenjtëroren jo toksore, por atë qiellore, duke afruar dhe duke sjellë përpara Atit Perëndi gjakun e tij. Ndryshe nga kryeprifti toksor, që ishte mëkatar, Krishti ishte i pamëkatshëm. Kryeprifti toksor afronte gjak kafshësh, Krishti afroi gjakun e tij dhe shërbesa e kryepriftit toksor përsëritej çdo vit, kurse Krishti, siç thamë, ishte i pamëkatshëm dhe afroi gjakun e tij, ai bëri një ofrim të përjetshëm, një herë e përgjithmonë. Shpëtimi ynë nuk mbështetet në përpjekjet tona, por në flijimin e vetëm dhe të përsosur të Krishtit. Kjo na mjafton të jetojmë me besim, me njohje dhe shenjtëri. Prandaj, mesazhi i përgjithshëm i kësaj pjese, që lexuam të letrës së apostullit Pavlit drejtuar Hebrejve, kapitulli 1 deri në vargun 7, etrat e kishë shojnë si një kalim nga hija tek realiteti. Tham, tabernakulli toksor është një figurë e shenjtërorës qiellore, dhe sot ajo është zëvendësuar me kishën. Kryeprifti i beslidhjes së vjetër ishte figurë e Krishtit që do të vinte. Gjaku i kashë gjithashtu ishte simbol ose tip i gjakut të Krishtit. Arka e beslidhjes tregonte praninë e Perëndisë, ndërsa në Krishtin vetë Perëndia banoi mes njerëzve. Prandaj trupi i Krishtit u bë arka e beslidhjes për neve. Veli që ndante njeriu nga Perëndia u hoq përmes veprës shpëtimtare të Krishtit. Por arka e beslidhjes interpretohet nga etrit e kishë edhe si një tip i hylinces, e cila u bë arka e gjallë, ku aty qëndroi biri dhe fjala e Perëndisë dhe u mishërua. Prandaj edhe këtu gjejmë tipet të hylinces. Pra ajo është shandani që mbajti dritën hynore, ajo është buka pres së cilës doli Krishti, që është buka e gjallë, dhe siç e kemi edhe në liturgjinë hynore, ku nga prosfora del qingji për të kryer liturgjinë hynore.
dhe janë ëngjëjt që e nderojnë të shenjtën si më nderuar se kerubimet, lavdëruar pa krahasim se serafimet, sepse pa u cënuar ajo lindi fjalën Perëndi bërë bir njeriu. Prandaj mund ta përmbledhim se besimtari sot nuk duhet të shikoj vetëm thjesht ritualet dhe format e jashtme të fesë, por të hyjë në një bashkim të gjallë me Perëndin nëpërmjet Krishtit, me një zemër të pastruar, me besim të gjallë dhe të shenjtë. Këtu marrin kuptim edhe të gjitha ato tradita, por edhe shërbesa adhuruese që ka Kisha Ortodokse, që u përmbush dhe na sjell Krishtin në jetën tonë çdo ditë. Amin. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, por takojmë në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.